Në një botë me kontinente të mëdha dhe fuqi të mëdha politike, ekzistojnë edhe shtete aq të vogla sa mund të përshkrohen brenda pak minutash. Megjithatë, madhësia nuk i bën ato të parëndësishme. Përkundrazi, këto shtete të vogla mbajnë histori të pasura, identitete unike dhe role të veçanta në arenën ndërkombëtare. Vatikani, shteti më i vogël në botë. Me një sipërfaqe për rreth 0.44 km², Vatikani është shteti më i vogël në botë, si në territor ashtu edhe në popullsi. I ndodhur në zemër të Romës, ai është qendra shpirtërore e kishës katolike dhe rezidenca e papës. Megjithse i vogël, ndikimi i Vatikanit është global, veçanërisht në çështje fetare, kulturore dhe morale. Monaco, luksi në miniaturë. Monaco shtrihet vetëm në 2 km², por është një nga vendet më të njohura në botë për luksin, kazinot dhe jetën e pasur. I vendosur në Rivierën Franceze, ky shtet është simboli i pasurisë, garave të Formula 1 dhe një ekonomie shumë të fuqishme, pavarësisht madhësisë së tij. Nauru, ishulli i izoluar. Nauru është një shtet ishullor në Oqeanin Paqësor me një sipërfaqe rreth 21 km². Dikur i pasur nga fosfatet, sot përballet me sfida të mëdha ekonomike dhe mjedisore. Izolimi gjeografik e bën Naurun një nga vendet më pak të vizituara në botë. Tuvalu, shteti që rrezikon të zhduket. Tuvalu ka një sipërfaqe rreth 26 km² dhe ndodhet në paqësorin qendror. Ky shtet përbëhet nga disa ishuj të vegjël dhe është ndër më të rrezikuarit nga ndryshimet klimatike dhe rritja e nivelit të detit. Tuvalu është simboli i betejës globale kundër ngrohjes globale. San Marino, Republika e Lashtë, i rrethuar nga Italia, San Marino ka një sipërfaqe rreth 61 km² dhe konsiderohet si një nga republikat më të vjetra në botë, me institucione demokratike të qëndrueshme dhe trashëgimi historike. San Marino dëshmon se madhësia nuk e kufizon jetëgjatësinë e një shteti.